Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lili, në fakt për të ndarë me ju shqetësimin tim. Po them shqetësim sepse është për të shqetësuar. Marrëdhënia mes Albës edhe Bia Kalifës po bëhet çdo minutë, çdo sekondë edhe më e frikshme. Nata e sonte ishte nata e kulminacionit ku të dy vajzat në katin e dytë në dhomën e gjumit filluan që edhe të prekin me duar njëra tjetrën. Le të themi që ishin edhe gati të grushtojnë. Tani luftojmë për klikime, duam të marrim klikime, hyrja e mirit ishte për klikime, po mua nuk më duket njerëzore dhe nuk më duket e bukur që vajzat të tregojnë këtë anë të tyre. Dhe imagjinoni ç'a bëhet, të dy gocat grinden për një djalë, të dy vajzat grinden për limin. Dhe kjo në fakt është e dhimbshme për ta parë. Bia Kalifa ja gjuajti Albës xhupin nga kati i dytë, sepse Alba kërkon që Bia të largohet nga dhoma e gjumit, nga krevati i gjumit, në fakt nga që është krevati i Albës, ndërsa në anën tjetër është ajo që Alba nuk lëshon pen në asnjë mënyrë sepse e quan tradhti, sepse Alba thotë që unë nuk e kam ditur marrëdhënien që ka patur Bia Kalifa me limin jashtë, dhe kjo gjë në fakt është e frikshme dhe është e neveritshme. Produksioni nuk po ndërhyn fare dhe unë e shoh që Bia do të hakmerret ndaj Albës, por shoh edhe një hakmarrje nga ana e Albës kundër drejt Bias. Tensioni arriti në grada të larta, filluan duke ofenduar njëra tjetrën, Bia e quajti edhe shit, e kuptoni se çdo të thot në gjuhën shqipe Albën, dhe urrejtja dhe inati ka hyrë jashtëzakonisht shumë, ndërsa Limi është për 7 palë qefe të vetat. Dy vajzat grinden, Limi thjesht po e shijon këtë Big Brother dhe po mundoj që të kënaqet. Dua të marr mendimin tuaj.